Në Tetov, fumbajtor letrare e realizuar nga Departamenti i të Rinjve i Shoqatës së Shkrimtarëve ONEUM, i titulluar Ngjyra e emocione në vargje poetike, poet evropian dhe shqiptar. Sipas organizatorëve, ky është një udhëtim i thellë në botën e brendshme të çdo individi, ku emocionet marrin formë dhe ngjyrë. Aktiviteti kulturor u mbajt në hapësirat e Qendrës Ballkanike Loja në Tetov, duke ofruar një platformë frymëzuese për të rinjt krijues. Sadia Aliti, kryetare e Shoqatës së Shkrimtarëve ONEUM, theksoi se ky është një aktivitet letrar që është hartuar dhe organizuar nga Departamenti i Krijuesve të Rinj. Janë përzgjedhur poet evropian dhe shqiptar që kanë lënë gjurmë me vlera në krijimtarinë poetike, pa mos shënuar një epokë të caktuar se kur kanë jetuar e krijuar, me të vetmen ide që të afrohen brezat krijues si urlidhëse e së nesërmes. Qëllimi është që të sjellim vlerat e poezisë evropiane dhe asaj shqiptare përmes vargjeve poetike, përmes shkrimtarëve më të njohur të letërsisë botërore, veçanërisht asaj evropiane që është e përkthyer në gjuhën shqipe, dhe krijuesit e rinj vetë i kanë përzgjedhur poezitë dhe poetët, dhe poezitë e tyre do të lexohen nga vetë krijuesit e rinj. Shoqata e shkrimtarëve ONEUM funksionon Departamenti i të Rinjve, ku janë një numër bukur i madh i antarëve, kryesisht që janë vajza të reja, që janë shkollare të mesme, që ende janë në klasën e 8 ose të 9 të shkollës fillore, ose viti i parë dhe i dytë i studimeve universitare, që tani më kanë debatuar nga 2 ose 3 vepra letrare, edhe shumë emra krijuese të reja janë duke përgatitur veprat e tyre për botim. Ky aktivitet letrar u koordinua nga krijueset e reja tetovare Merita Isaki dhe Azra Alia. Pika muzikore me flaut luajtën Merita Emurllau, e cila edhe e moderoi këtë aktivitet, dhe në kitar Donjeta Rexha. Të gjithë pjesëmarrësit shijuan krijimet më të bukura të përzgjedhura, zbuluan botën e brendshme duke interpretuar emocionet e ndryshme përmes gjuhës së artit, me një mundësi të shkëlqyer për të ndarë perspektivat unike dhe për të festuar diversitetin e shprehjes.